Kisha 5 dylim lakër, sallat, e gjitha ja këtu mbas neve këtu është, e gjithë e prishur. E dëmtuar në përmbytje. E gjithë, komplet. Asnjë plus kemi lënë në xhepi që kemi pastruar, kemi larë, kemi frezuar, kemi përgatitur për mbjelljen tjetër. Jemi në gjendje shumë të keqe. Sa është dëmi i shkaktuar? Po dëmi mund ta llogarisësh 5 dylim, 20 ton, 200 kuintal, 10-12 milion lekë vjetra dëmi, për shembull në shitje. Në mbjellje është afërsisht 4 milion vjetra dëmi për mua, për shembull 5.000 lekë vjetra dynimi që do për një lakër sallat. Tani çfarë do ta mbillni? Tani do ta mbjellim bostan, sharqi. Shikojmë edhe atë. Në këto kushte? Në këto kushte, ja sot na vjen edhe Fidani, asaj ku do gjejmë lekë, japim lekë të Fidanit. Prisin ndonjë dëm shpërblim Do nga pres- qeveria? Presim, shpresojmë. Për lakrën, ata thanë që do japim lule shtrydhe, se unë 5 dylim lakër, por kam edhe 15 dylim lule shtrydhe. Aty është dëmi më i madh. Dhe lule shtrydhja.